Mirë mëngjes. Transmetimin e përmbyllim me një bisedë e cila do të vi si një formë për të kuptuar pak më shumë nga protesta që është zhvilluar ditën e djeshme para Ministrisë së Bujqësisë nga fermerët, cilët le të themi janë përfshirë nga kjo rritje e çmimeve dhe janë duke i ndjerë pasojat drejt për drejt. Kemi mundësinë mëngjesin e sotëm do të diskutojmë për kërkesat e tyre, njëkohësisht edhe për mbështetjen që ata kanë nevojë të kenë pra nga ana e qeverisë. Kemi ekspertin e bujqësisë në studio, Ilir Pilku, i cili na është bashkuar. Faleminderit shumë që jeni këtu. Sa kaq do doja në fakt që ta ndalim bisedën edhe me një fermer i cili ka qenë pjesë e protestës, nuk e di nëse e kemi mundsuar lidhjen, duke qenë se ai mund të jetë edhe në terren, Dashamir Çela, i cili do na bashkohet nga fshati Samatis të Bashkisë Dimal. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Unë po përfitoj për ta nisur bisedën me ju, me qënë se jeni në komunikim të drejt për drejt. Ju keni në mos gaboj një fermë me bagëti, apo jo? Dhe një nga, le të themi, temat e diskutimit gjatë ditëve të fundit për te i rritjes së çmimit të naftës, që ka qenë kryefjala, ka qenë edhe rritja e ushqimit për bagëtit. Sa ka ndryshuar realisht dhe sa po e ndjeni ju këtë ndryshim të kostove për mbajtjen e bagëtive? Po si që shikojmë të në gjithë Shqipërinë, do marrë kostot janë shumë të larta, sidomos nafta ka marrë do marrë gati 30% të rritjes të çmimit, po gjithashtu drithrat dhe koncentrati që ushqemin e bagëtit, do më thënë është edhe ai gjithashtu 30% ka rritje. Dyrimisht ne do dalim në fushë tash për punor tokat tona dhe kemi të pamundur të punojmë me naftë 2300 lekë. Na jo kemi ngritur protestën dje dhe kemi kërkuar Ministrisë Bujqësisë dhe Ministrisë Financave për një zhveshje të taksave të paktën 3-4 mujore të naftës bujqësi, që ne të kemi mundësi të dalim në arat tona dhe të punojmë tokat, të ushqejmë veten tonë dhe popullin shqiptar. E qartë, megjithatë skema ndryshon kur vjen puna tek blegtoria, duke qenë se le të themi skema e re e subvencionimit është pak më e lartë se herët e tjera. Këtu i referohemi krerëve si lopët, delet apo edhe bletëve. A është e mjaftueshme? Absolutisht jo. Absolutisht jo. Nuk ndryshon asgjë sepse skema e blegtorisë, domethënë, ne kemi kërkuar nga Ministria e Bujqësisë përpara se të shpallë skema e subvencione, kemi kërkuar 200.000 lekë për krerë lop, 100.000 lekë për vit të lindur, naft në subvencionohemi, ne si blegtor ose fermer të subvencionohemi në bazë prodhimit. Sa prodhim ka munditor, sa krerë lop kam, aq subvencionohen për naftë. Dashi, a ke kohë të qëndrosh në biseda, po t'i ezarojmë pyetjet që kemi në mënyrë që ta lidhim pak edhe, se dua të bëjmë edhe një lloj krahasimi, njëkohësisht edhe analize. Në rregull atëherë. Po e ndal pak bisedën me zotin Pilku, i cili besoj është i qartë për kërkesat që kanë shtruar dhe që Dashi po na i thoshte në këtë komunikim të drejt për drejt. Sa i shihni me vend dhe sa mendoni se realisht ato mund zbatohen dhe pranohen nga ana e qeverisë në kushtet që ndodhet aktualisht vendi? Shiko, ka nevojë për një trajtim më të gjerë çështja. Bujqësia ka një rënje, këtë duhet ta themi. Pra në 4 vitet e fundit prodhimi bujqësor ka një rënje prej 10%. Çdo vit 2.5% në rënje të prodhimit. Ndonë se fermerët në skemën e 2026, blegtorët, janë më të favorizuar në krahasim me aktivitetet e tjera bujqësore, sepse janë afërsisht 4 masa që ato përfitojnë, është mirë që filloj një nuk dua ta them protest, pra filloj të ngrihet një zë që është zëri i bujqësisë dhe filloj me blegtorët. Patjetër që bie dakord me Dashin që pse mos të njësohemi neve me masat që ka dhe rajoni. Pra Dashi tha 200 euro, po e bëjmë euro. Edhe pse po ja ul edhe pak duke llogaritur me euro. Ka dhe rënje. Pra 200.000 lekë të vjetra atëherë, ose 100.000 lekë për viça, dhe pastaj edhe për të imta, pse mos të bëhet ashtu siç e ka rajoni, sa e ka Kosova, sa e ka Maqedonia e Veriut, sa e ka Serbia, pse mos të kemi një njësim neve të masave dhe të vlerave me rajonin. Pra ndryshim ka blegtori shqiptar. Pse argumentohet kjo nga qeveria? Se ne e shtrojmë pyetjen pse. Po çfarë thot qeveria? Unë nuk e di se me çfarë lapsi i hartojnë ato. Më kupton? Ja ta them unë çfarë thot qeveria. Pata një debat tash për dje me Ministrin e Financave,
ku i propozova këtë propozim për heqjen për zhveshjen e taksave të naftës bujqësisë, sepse ai e ka bërë te peshkimi, që përfitojnë kaq vjet, e ka bërë te jahtet luksoz, kurse te blektorët ose te buqit që punojnë gjithë ditën në ara me traktorat nuk e bën. Dhe ja thash pse nuk e bën. Çfarë do të kushtoj ty 3-4 muaj, se tha jemi kohë lufte. Me jemi kohë lufte 3-4 muaj, edhe ti mos fut lek në arkët të shtetit, por jepja bujqësisë, blektorisë që tu shkejnë vendin, sepse dihet që ne jemi në luftë siç pretendon Ministria e Financave. Po. Tha, po ne kemi edhe sektor të tjerë. Sektorët e tjerë nuk janë si bujqësia dhe blektoria. Blektoria dhe bujqësia është strategji kombëtare, ushqen popullin dhe duhet të ketë mbështetje maksimale në kohë krizës. Mbështes Dashin. Po dhe është treguar e prerë, ka thënë që vetëm në vjesht mund të rinegociohet në fakt për skemën. Jo në vjesht, ne i kemi lënë afat 1 mujor Ministrit Financave dhe Ministrit Bujqësisë të bëjnë një rishikim të skemës dhe disa pikave të tjera që kemi kërkuar ne, sidomos formalizimin e tregut, domethënë të ketë kontrolle në kufi për qumshin e importit dhe çështje të tjera domethënë që presim etiketimin e produktit vendas. Domethënë produkti vendas të etiketohet në fabrikë dhe të nxirret në treg. Ti vetë, Dashi, nëse nuk pranojnë këto kërkesa, ne po flasim për një afat që ju keni vendosur 1 muaj, por Flori tha diçka që në fakt është thënë nga ana e qeverisë është e pamundur të reagohet kaq shpejt dhe ndoshta do duhet shtyhet në kohë, por kjo për ju do të thotë humbje. Kështu që realisht besoj është e vështirë dhe si keni menduar të veproni. Ti vetë në fermën tënde ke menduar që mund t'ulësh numrin e krerëve për shkak se nuk e përballon dot ushqimin e tyre? Çfarë ke menduar si plan B nëse nuk pranojnë kërkesat, po flas? Tu nuk është muhabeti që do bëjnë unë një blektor. Ne flasim për blektor në tërsi. Blektor në tërsi sot janë... Po, nisemi nga ty. Duke qenë se ti ke 300 krerë, apo më shumë... 60 ka Dashi. 60, ndjes, po. Që është një numër i konsiderueshëm. Po, do shkurtojmë kostot, do shkurtojmë domethënë koncentratën, do shkurtojmë gjërat elementare që ne tulim kostot e fermës, po në momenti që ne shkurtojmë koncentratën, nuk mbjellim do të fusha, atëre bie dhe prodhimi qumshit love dhe pastaj ne këtu nuk ka më prodhim qumshi, kupton? Shiko, ka një mundësi që kjo të rregullohet, sepse ne kemi tashmë ne kemi vetëm VKM-n. Po. Dhe që të zbatohet kjo VKM do dalë udhëzimi përkatës. Udhëzimi është i detajuar. Pra udhëzimi është i detajuar. Dhe në një skemë investimet ndahen, skema e 2026 ndahet në dy grupe. Një pjesë është e investimeve që është avërsisht rreth 24 milion euro. Nëse ajo detajohet mirë, është e mundshme shumë që kërkesat e blektorëve të plotësohen. Tashmë këta janë në startin e mbjelljes së misrit. Misi është baza kryesore ushqimore e blektorisë. Ndoshta ato zyrtarët që me kanë edhe lapsin me majtë të trash nuk e din që një lop në ditë që të t'japi 30 litra qumësh kërkon 20 dhe në 25 kg misër silazh të përzier. Pra nga 20 kg që donë që të t'japi 30-35 litra qumësh kërkon 25 kg. Pra kërkon dhe sasi ushqimit konsiderueshëm. Nga analizat e mia që bëj është që një lop kërkon 5 dënym tokë që ta kultivosh, që të krijosh bazën ushqimore për blektorinë. Po që ta mbjellësh këtë 5 dënym? Do ta mbjellësh. Tash nuk mundet, ka të drejtë Dashi, nuk mundet dot në këtë kohë krize, pra nuk është krizë thjesht e shtetit, pra është krizë financiare. Duhet ta kuptojmë më ndryshe, është krizë ushqimore. Shiko se si po lëvizin tregjet, ka 2 muaj që tregjet lëvizin, domatja 4.000 lek kilogrami, por nuk është në Shqipëri, është në të gjithë botën. Kanë lëvizur tregjet nga mungesa e prodhimit, rendimentet e ultra për arsye të kushteve atmosferike, pra kemi pas breshër, përmbytje, të ftohtë në momentet dhe kemi rënje prodhimi. Kemi luftën në lindjen e mesme, se duhet të kuptojmë dhe një gjë, se ti themi që gjërat edhe siç janë.
Irani është superficia, 1 nga 5 superficie më të mëdha të prodhimit të domateve, të serave. Prodhon afërsisht 7 milion ton domate, e cila ka penguar këtë lloj eksporti, pra përfshirje në tregjet. Dhe këto tregjet tashmë janë të çorientuar, kushdo po mundohet të siguroj produkt për vendin e vet. Dhe në këtë situatë, pra krize, që nuk duhet ta llogarisim fare krizë. Siç ishte rasti i Ukrainës, që u dha urdhër që duhet mbilleshin fushat me grur, pra ishte kriza e grurit. Dhe ne duhet mendojmë për bujqësinë në këtë, jo të mendojmë se si neve arkën mos ta prekim, buxhetin mos ta luajmë. Jemi në krizë bujqësore, do të shikoni, ja u them me plot siguri, unë merrem çdo ditë me analizat e bujqësisë, është puna ime e përditshme. Ju do shikoni në muajin maj, qershor, korrik, nëse lufta nuk ndërprehet, që nuk do ndërprehet, se kuptohet edhe nga reagimet e djeshme dhe të pardjeshme që kemi. Nuk ka armëpushim, na ka bërë të jemi pak me shpresë. Nuk ka armëpushim. Do shikoni që çmimet e produkteve bujqësore do rriten me 40-50% në krahasim me që kemi sot. Pse? Akoma nuk jemi të indikuar nga kriza e inputeve preparateve bujqësore. Pra, akoma nuk jemi të indikuar. Jemi pra atë që mbjellim sot, jo pra atë që kemi vjelur. Ja një sekondash. Pra, ureja, dapi, plerat kristalor nuk prodhohen dot, amoniaku nuk ekstraktohet dot pa gazin e lëngshëm, që vjen nga vendet e luftës. Dhe automatikisht do kemi një rritje të çmimit, do kemi një rritje të çmimit të farave, sepse janë të gjitha të lidhura në zinxhir. Pra është ai efekti domino. Pra nafta pastaj, me sa do ta punoj dashi tokën? Me 22 euro dynimi nga 15. Një nga shqetësimet që është ngritur nga fermerët ndër të tjera është fakti që kanë kryer, le të themi, shërbimin e të mbjellave të para dhe tashmë nuk kanë mundësi të vazhdojnë për shkak të çmimeve. Kjo mund t'i sjellë edhe më shumë humbje. Patjetër, dhe një gjë që e kanë ngritur, por ndërkohë kanë dhe një gabim në qumshin e importit. Qumshi i importit do të vinë në Shqipëri. Jemi drejt integrimit evropian. Ke marrëveshjet si me BE, si me CEFTA-n që ti s'ndalohet dot. Por në rast se bëhet fjalë për kontrollën në kufi, për standardin e cilësisë të qumshit, patjetër që duhet bërë. Patjetër që duhet të ngrihen laboratore, nuk duhet të ngrihen vetëm laboratore për qumshin, por laboratore edhe për ato fruta, perime që neve na vinë në Shqipëri, për mishin, që her pas here ne kemi këto problemet e mëdha të salmonelës të tjera. Tek ajo që na shqetëson më shumë, Dashi është, le themi, shpare udhës nga qeveria deklarohet se do të rimbursoj 10% të shumës për çdo faturë. Sa e vërtet është ky, le themi, kjo deklarat dhe ajo ndihmon në këtë rast? Faktikisht ne si ferma jemi subjekte të tatueshme dhe nuk përfitojmë fare nga kjo skem, po ajo është për fermerët e vegjël. Po dhe dje unë ja kam përmendur prapë Ministrit Bujqësisë dhe Ministrit Financave që ajo skem do të dështoj. Do të dështoj fare mirë se formalizim, ne nuk kemi formalizim të tregut. Unë e shoh si te pikat e grumullimit, si te baxhët e qumshit, apo edhe disa mini fabrika që e kanë të pamundur të lëshoj faturat tatimore, sepse rrin me një tavan tatimor deri në 100 milion lekë për arsye mos të bërë subjekt të VSH-e. Dhe kështu që unë dëgjoj se më marrin ditë për ditë fermerë dhe thonë që nuk lëshon fatura njëri, nuk lëshon baxho tjetër nuk lëshon fatura, dhe kështu që ai fermer në moment që s'merr faturë, domethënë s'ka mundësi të marrin atë 10% e kompensimit të VSH-s. Kështu që këtu qalojnë të tëra halkat, qalojnë se me përmendin dhe profesorin më para, ne nuk kërkuam ndalimin e importit të qumshit. Kërkuam etiketimin. Po, edhe një kontroll, the pak më parë, po. Edhe një kontroll rigoroz në dogan, për arsye që të mbrohet prodhimi vendas dhe të shitet prodhimi vendas, të shitet për qumsh shqiptar, kurse qumshi hungarez apo qumshi serb, të shitet për qumsh serb. Konsumatori pasaj vendos. E vendos vetë se cilin duhet konsumar. Qumshi qumësh është Dashi. Megjithatë jemi nuk ka qumësh, tip profesor, sepse fabrikat tona shpesh herë domethënë e reklamojnë domethënë qumshin për qumësh fermash shqiptare, po unë shoh që vjet domethënë janë importuar 10 milion litra
qumësh nga Hungaria, nga Serbia, apo Kosova, Maqedonia, dhe në etiket nuk ka asnjë lloj etikete që të shkruhet thotë që dhe konsumatori mashtrohet, thotë që ore ne po ham qumësh serb, po ham qumësh hungaret. Dashi, 10 milion litra qumësh në krahasim me 960 milion litra qumësh që ne prodhojmë, s'është asnjë gjë. S'është as status. Kemi ne këtë prodhim. Po, 960 milion. Dhe ky qëndron brenda tregut shqiptar? E rëndësishme është që konsumatori do ta dinë. Ne bëjmë batuta në studio, Dashi, ndje se po të ndërpres, ne bëjmë batuta në studio, shpesher bëjmë shaka. Unë shoh që për nisës së bisedës një lloj shqetësimi edhe tek ti që djalëri nuk e di çfarë moshe ke, po ne vazhdimisht kemi thënë që kur flasim për bujqësinë ka një mungesë të rinjve të cilët duan të punojnë dhe kjo ndoshta edhe për shkak të kushteve në cilat fermerët, bujqësia është në ditët e sotme. Në këtë situatë në cilën po ndodhesh ti vet, sa e ke parë mundësinë për ta lënë bujqësinë, për t'u larguar, e ke menduar shpesh nga vështirësia që të shkryuar, sidomos gjatë periudhës fundit? Faktikisht, unë kam prit nga vitin vit, domethënë që ne të kemi mundësi domethënë të mbështetemi. Dhe kam ajo dhe dje pata një debat të ashpër me Rifan Tarellin, ku u detyrova dhe dilja nga vetja, sepse Rifan Tarelli, zvenc ministri, me Arjan Jauplarin dhe Dhimo Koten kanë 30 vjetë domethënë që bëjnë skemat e blegtorisë shqiptare. Është e papranueshme, Shqipëria ka njerëz të rinj plot, njerëz me vizion, që e njohin blegtorinë e bujqësinë dhe të merret domethënë të bëjnë bujqësinë shqiptare. Meqense jemi në fund, ja marrim një opinion Ilirit për sa i përket skemave. A janë këto skema definitive që do na ndihmonin edhe pse jemi në një moment të vështirë? Shiko, skema, pra një skem që është një grupim për 25 milionësh, nëse zhvillohet mirë, besoj se në udhëzimin e përkatës do jetë skemë e mirë. Por, ajo që duhet të them është që skema nuk ka një përqasje nuk ka një përqasje ndaj ative problemeve që kemi neve. E thot edhe Organizata e Kombeve të Bashkuara. Një nga 17 pikat e Organizatës të Kombeve të Bashkuara objektivat është risku klimaterik. Atëhere, dhe atë që sot aty ku është Dashi, në Dimal, në bashkinë Dimal, kanë qenë të përmbytur, pra duhet këshin vendosur... Ato akoma s'kanë marrë ndër shërbim. Po, duhet këshin vendosur sigurimin në bujqësi. Pra, primin e bujqësisë duhet... Do më thëmë, pa marrë veten nga një problematik, të vjen një krizë tjetër... Duhet këshin buxhetuar për të siguruar prodhimin bujqësor. Dhe tashmë dëmi është bërë kam përshtypjen, apo jo, Dashi? Do më thënë, kanë kaluar gati 3 muaj nga ky vit, po imë në të 4. Ne shofim në treg sot, që 1 kilo domate ka vajtë për 4.000 lekë. Dhe ankohet konsumatori, thot, po nuk është faj fermerit, është faj asë konsumatori. Janë zinxhir gjitha, e thamë pak më parë. Ma jo e themi me plot goja dhe qiremi, se na njëherë na thonë që hore këta qak kanë, të majnë që bëjnë që. Ore, ne kemi probleme, kupton, na jo jemi të rrituar, kemi problem të mënë se ne nuk kombjetojmë dot. Sepse nuk është vetëm humbje në blegtori, ne kemi humbje në pemë frutore, ne kemi humbje në vreshtari. Pra, ti kishe 2 skema që duhet i kishe vendos. E para njerë për të gjithë sektorin e frutave. Të kishe vendos skemën e rrjetave anti-breshër. Asa që kisha patur një ministër këtu në studio, ministrën e bujqësisë, pse jo, që na jep të këto sharime, sepse nuk po merren masa. Pra, mbulesat e gjithë pemtorëve me rrjeta në mënyrë që mos kemi dëme nga breshëri, nga ngricat. Po duhet ta promovosh këtë skem që të ketë aplikime. Duhet kishe vendos sigurimin në bujqësi, ta kishe paguar të gjithë koston për 3 vitet e para, që mi kishe heq ato skemat e bledve, certifikimeve që kanë një 10 vjet që janë aty dhe nuk japin asnjë impakt ekonomik. Por ta kishe vendosur të gjithë vëmendjen dhe strategjin aty ku është prodhimi bujqësor, aty ku është pjata që kemi përdit në tavolinë. Ajo që ne urojmë është që të gjitha pikat që fermerët ditën e djeshme kanë parashtruar për qeverinë të respektohen, të realizohen, të shohim një Dashi më të buzëqeshur herën tjetër me gjitha këto problemet e zgjidhura, sepse për te anës financiare që besoj është një kosë shumë e madhe dhe që po dilni me humbje është edhe një lodhje shumë e madhe për të mbajtur bujqësinë në Shqipëri. Faleminderit shumë Dashi, faleminderit shumë profesor. Faleminderit.
Mirë, ne kemi ardhur në fund programit për ditën e sotme. Ju falenderojmë edhe juve që qëndruat me ne me tematikat që kishim përcjell, që shpresojmë edhe të kenë qenë, le të themi, një informacion më shumë për të gjithë ju. Faleminderit. Mos harroni sot në mbrëmje në orën 21:00 super sfida mes Barcelonës dhe Atletikut të Madridit në Vision Plus. Drejt për së drejtë. Shihemi nesër.